shumë gjeneratave mishën pritje për me realizu. Normalisht që pas një pune të palodhshme bashkë me kryetarin legjendën tonë futbollit Fadil Vokri, arritëm të futemi në agjendën UEFA-s për pranim, pastaj pasonte edhe kuvendi i FIFA-s për pranimin e Kosovës në FIFA. Diskutabile edhe një kohë gjatë edhe pengesë kanë qenë ndryshime statutare ose pengesa në statutin e UEFA-s që kërkonte që vendet anëtare duhet të jenë pjesë e OKB-s. Kosova nuk ishte asë. Edhe Kosova si ishte asë edhe anëtare e OKB-s, por është anëtare e UEFA-s edhe FIFA-s. Dhe mbaj mend momentin kur ndryshime statutare nuk kalun. Edhe ka qenë një moment i dëshprimi pothuajse të përgjithshëm sepse mendoj që nuk do kalonte as pranimi ju në UEFA e pastaj nuk mund kalonte as pranimin FIFA. Kam bisedu me kryetarin sepse në kuvend kanë qenë kryetari Fadil Vokri dhe sekretari Rocaliu. Edhe kanë kryetar praktika edhe rregullat e UEFA-s e saksojnë që rendi ditës nuk mund të ndryshohet, edhe pse s'kan kaluar ndryshime statutare. Ne do të jena në votim për pranim. Sa të mundesh lobo mranda deri momentin e fundit që mi siguru votat kur dalën në votim. Pastaj besoj shumica prej jush e mani mend arshyetimin që e bani sekretari UEFA-s që domethënë nuk është pengesë pranimi ose mos pranimi në OKB dhe votimi ishte pastaj ndjenjë pothuajse e njëjtë me ndjenjën e çlirimit që kemi përjetuar në 99. Për mua ka qenë aq emocione të forta, sepse një ëndër e gjeneratave të tërë, të futbollistëve që kanë sakrifikuar në fusha të vlerëta, disa prej tyre edhe në luftën tonë për liri, emrat e cilëve i bajnë shumë stadione sot me krenari, dhe po hapin një perspektive re për gjeneratat e reja edhe për Kosovën që të njëjtë ndërkombëtarisht dhe futbollistët e gjeneratat tona të mund të prezantohen në botë. Besoj që një nga hipotezat më të mëdha që komuniteti i futbollit e kemi bë ka qenë ajo i vitit 2008, kur e kemi ftu kryetarin Fadil Vokri që kthehet nga Franca edhe tipëri i futbollit të Kosovës dhe prej ato kemi ndërtuar një strategji për pranimin tonë në UEFA dhe në FIFA. Ka pas kundërshtime të plot njerëzve në raport me atë strategji, besoj që edhe kur jemi të njoft e drejta e kartonëve të lojtarëve, futja në sistemin të mes për regjistrimin e lojtarëve, pastaj ndeshja e parë ose drejta për me luajtur ndeshje miqësore, ka pas prej atij që kanë thonë nuk duhet me pranu Kosova me luajtur ndeshje miqësore fillimisht, mirë po ne dishëm që ajo ishte test për neve. Pra, sepse ishte test për Kosovën nga ana e UEFA-s dhe FIFA-s që të na mundsohet ndeshje miqësore me po a jemi të përgatitur. Dhe besoj të gjithë mani me ndeshjen me Haitin në Mitrovica stadionin Adem Jashari, ai ka qenë testi kryesor për Kosovën, për më hap rruga për pranim në UEFA edhe në FIFA. Dhe unë besoj që atë test e kemi kaluar me sukses. Po ndërpres, po na bashkangjitet edhe trajneri të Erbatatinat, trajner mi mbrëma. Faleminderit shumë që jeni me ne. Që ke folje, po. Dhe atë test ne e kemi kaluar me sukses. Jo vetëm ne si federat që kemi qenë me kryetarin Fadil Vokri, mirë po e kemi kalu si shtet, edhe e kemi kalu si qytetar, besoj e mani mend që edhe dyrt e shtëpive në Tavnik Mitrovicës që janë hapur për gjithë ata që mos ketë barriera për mu afru